Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sonte du menda me ju një ngjarje shumë të vogël nga ditët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe personazhi i kësaj ngjarje, edhe hiseja jon e kësaj këshille fetare, është një sahabi i moshuar, një moshë të thyme, si shumë prej baballarëve dhe zotnive tonë në moshë. Quhet Hazreti Amr ibn al-Jumuh, Allahu qoftë i kënaqur me zotnin e tij. Në ditët e para të thirrjes islame, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte ardhur në Medinë, ndodhi betejë e parë, që është betejë a dini e para betejë në Medinë e Bedrit, Allahu shpërbleft. Edhe Hazreti Amri ishte plak, por ishte topallonte. E kishte një nën kam të dëmtuar dhe nuk ecte si çdo njeri, ishte invalid. Edhe i tha djemve të tij, kishte 3 djem. I tha, po bahem gati edhe hajdeni me mua dhe shkojmë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo si urdhnojnë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe shkojmë në xhihad. I tha, no baba, ti je më shumë, ti je lodhur, ti je invalid, ti je në kushtet e atij që Allah azza wa jalla ja ka toleruar mos pjesëmarrjen në betejë. Edhe ja mushën mendjen mos më shku. Edhe u mërzit shumë. Kaluan ditët, edhe erdhi betejë e Uhudit. U vesh Hazreti Amri, mori shpaten edhe të doli në derë 3 djemt të tij. O ba, po ku i të shku, po Allah azza wa jalla ta ka toleruar. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që do të kenë burra të fortë, djemt të ri edhe. Tha, i ju gërmush 3 djemve, edhe i foli me shumë zemrim. I tha, herën e parë, ju më ndalut xhennetin. Në Bedër, më ndalut xhennetin. E sot, nuk ju lojej ma dhe nuk ju pyes ma. Edhe bani përpara. Edhe shkoj tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ja Rasulullah, në urnët tuaja. I tha, ju basha kur bën me nanë e babi, tha, ti je plaki më shumë, edhe je në një gjendje që Allah azza wa jalla ta ka toleruar. I tha, ja Rasulullah, unë me këte kamen të pall du me shkel xhennetin. I tha, Allahu ta pranoft. Edhe e pranoi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe Hazreti Amri, sikur se shumë prej personazheve të jashtëzakonshëm të betejës së Uhudit, ran shahida. Dhe një ditë shumë të frikshme e të lodhshme, e gati në një realitet disfate për islamin dhe muslimanët. E kur përfundoi betejë e Uhudit, pejgamberi alayhi salatu wasalam së bashku me sahabët po kontrollonin për shahidët, edhe për njerëzit kush ka plagos, kush ka nevojë për ndihmë. Edhe kaloi pranë Hazreti Amrit, atij plaku topall, ai kishte ra shahid. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, më duket se të shoh duke hyrë në xhennet me 2 kam të shënoshta. I tha, ti ishe i sinqert me Allahun, edhe Allahu ta pranoi njetin tënd. Edhe kemi hyrë me të 2 kamt e shënoshta në xhennet, se njeriu nuk hyn topall në xhennet. Mesazhi edhe mësimi i kësaj ndodhie, i cili është tek Allahu subhanahu wa taala nuk shkojmë as me kamt tona, as me durr tona, por shkojmë me zemrat tona. Shkojmë me njetin ton. Prandaj ky muaj i mallnueshëm i Ramazanit, të dashur të mi, është muaj ku vendosim në filtr zemrën. Edhe vendosim në filtrën e besimit njetin ton. Është muaj në të cilin pastrojmë njetet edhe sinqeritetin e besimit në raport me Allahun azza wa jall. Nëse një plak i moshuar topall vrapon me shpatë në dorë për të shkel xhennetin me kamen e tij që topallonte, ne jemi shnoshë mirë. Të vrapojmë drejt Allahut azza wa jall, fafirru ila Allah, me vrapu edhe me shku drejt Allahut, por me zemrat tona, e me njetin e pastër. Me të njëjtin njet, me të cilin zgjohemi çdo ditë në syfyr për të agjeruar një ditë prej ditëve të numëruara të këtij muaji të mallnueshëm. Allah azza wa jalla na udhëzoi drejt më të mirës, edhe na bëft prej atyre që i pastrojnë njetet e tyre për hir të Allahut, edhe na bëft me kenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam e me të mirët në këtë botë e në të përtejmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft.